Medreseja Alaudin sot vazhdon rrugëtimin e saj me të njëjtin përkushtim si dikur, por me kushte më të avancuara. Ajo është shndruar një ndër shkollat më të mira në vend. Mësimi zhvillohet sipas plan programeve bashkëkohore, ku lëndët fetare dhe ato shkencore plotësojnë njëra tjetrën, duke i përgatitur nxënësit për sfidat e kohës. Sot medreseja është pjesë e arsimit parauniversitar të Republikës Kosovës, e njohur në statusin e gjimnazit shoqëror gjuhësor, me kurrikul të lëndë fetare nga Kryesia e Bashkisë Islame të Republikës Kosovës. Sistemi është, apo koha zgjatja arsimit e shkollimit në medrese është 3 vjeçare, paralel me gjitha shkollat tjera gjimnaze apo si motra që janë në vend, në Republikë. Sot mund të them që medreseja është një prej shkollave më moderne dhe që ofron kushtet më të mira fizike dhe kadrovike në nivel të Republikës. Nëse dikur studionin në medrese, që mësonin nxënës nga Maqedonia, nga Malizi, Sanxhaku, Presheva dhe Bojanovci, madje ka pas edhe nga Republika dhe krahina tjera, krahin tjetër, siç është Vojvodina, në medrese, sot vetëm medreseja i përfshin vetëm nxënësit që janë vendor të Republikës Kosovës, e për ta mbajtur një traditë që të kemi ndonjë nxënës edhe nga rajone tjera si Maqedonia, apo Presheva, Bojanovci, apo qoftë nga Malizi, e tash në kohë disa vitet e fundit, o dekadet e fundit, nga Shqipëria, për ta ruajtur traditën, sepse përndryshe është e plotësuar me nxënës nga Kosova. Nuk e besoj që asnjë shkollë në Republikën e Kosovës i ofron kushtet që ofron medreseja. As në aspektin kadrovik, edhe në aspektin fizik të përgatitjes. Për mësimdhënie dhe shpenzanje. Klasët janë të gjitha të pajisura me tabela të mençura, me kompjuter, gjitha në një. Çdo sallë është klimatizuar, gjithashtu janë kabinetet e ndryshme, madje për gjuhë, kabineti salla leximit, kabineti informatikës. Këtu në Prishtinë kemi 2 kabinetet mjaft modernizuara. Testi i PISA-s është mbajtur për 6 shkollat mesme të Prishtinës, sepse kushtet që ofron medresa e ndihmon edhe Ministrinë e Arsimit dhe Drejtorinë e Arsimit të Prishtinës. Pastaj testi maturës zhvillohet këtu, deri tash gati është numri 6.000 që kanë diplomuar në medrese. Ky numër tani shtohet shumë më të madh në krahasim me vitet e përparshme, nëse në vitet e kaluara, kur është themeluar medresa, apo në 3-4 dekadat e përparshme kanë dalë 25 nxënës, 30 nxënës ose 40 nxënës më shumë të kanë diplomuar. Tani diplomojnë minimumi 220 nxënës çdo vit, kështu që numri shtohet për ditë. Këtu në Prishtinë kemi dikun 3775 të diplomuar deri në këtë shkollor. Tani kemi edhe Prizrenin, edhe Gjilanin, kështu që numri është mjaft i konsiderueshëm. Në shtator të vitit 1993 është hapur paralelja e medreses këtu në Prizren, fillimisht vetëm ajo e meshkujve, ndërsa në vitin 1997, ky vit konsiderohet vit i rëndësishëm edhe për Bashkinë Islame të Kosovës, po edhe për paralelen e Prizrenit, për faktin se me diplomimin e gjeneratës së parë të djemve të kësaj paralele, në të njëjtin vit 1997 merret vendimi edhe për hapjen e paraleles vajzave. Dhe të gjithë ne e dim rolin dhe rëndësinë e madhe që ka arsimimi dhe shkollimi i vajzave. Në këtë vit shkollor 2025-2026, paralelja jonë numëron 150 nxënës, djemë e vajza, të cilët janë të ndarë vijojnë shkollimin në 7 klasë, në 7 paralele, prej tyre 4 janë vajza dhe 3 djemë. Sa i përket kushteve krahasuar me të kaluarën, sigurisht që kemi evoluar në kuptimin pozitiv, tashmë të gjitha klasat janë të pajisura me tabelat të mençura dhe mjete tjera teknikë të nevojshme, kabineti i kompjuterëve, të cilët nxënësit zhvillojnë mësimet konform kërkesës së tregut dhe teknologjisë. Medreseja Alaudin, paralela në Gjilan, është hapë në vitin 1994.
Rrethonat cilat e kanë shtyr hapjen e medresës kryesisht kanë qenë nevoja e ofrimit të kuadrave të cilat do të shërbejnë për institucionet e Bashkisë Islame, përkatësisht Këshillit të Bashkisë Islame të Gjilanit dhe Ana Moravës në përgjithësi. Po ashtu dhe kërkesa e madhe e njerëzve djemve të asaj kohe, sepse në këtë fazën e parë Medresia Alaudin ka qenë e hapur vetëm për gjinin mashkullore. Pastaj nga viti 2018 është hapur edhe paralelja e vajzave dhe funksionon që nga ai vit. Medresia Alaudin thuajse në ofrimin e kushteve ka qenë dhe është lider në krahasim me çdo shkollë tjetër, sepse ofron kushtet më bashkëkohore për mësimdhënie dhe mësimdhënie. Ky komoditet është kriju dhe është ndërtuar falë gjithë atyre njerëzve të vullnetit të mirë, të cilët kanë dhënë nga pasuria e tyre të japin në formë vakëfi dhe të përkrajnë institucionet edukative fetare në Kosovë, në veçanti Medresën Alaudin, duke ofruar edhe anën teknike edhe anën teknologjike të mundësive që nxënësit të ndinë një komoditet shumë të madh dhe një rahati më të madhe në arritjen e qëllimeve dhe synimeve të tyre, po ashtu. Nga bangat e medresesë kanë dalë kuadro të përgatitura në fusha të ndryshme. Ish medresantët sot gjenden në institucione arsimore, kulturore e shtetërore, duke dëshmuar vlerën dhe ndikimin që Medreseja Alaudin ka pasur në formimin e tyre. Kjo u arrit falë stafit pedagogjik cilësor, programit solid dhe udhëheqjes me vizion, të cilët dinin ta drejtonin institucionin edhe në kushtet më të vështira. Nga medreseja kanë dalë dhe tani, por pas medresën kanë vazhduar në studime. Qoftë në Universitetin e Prishtinës, qoftë në Universitetet e ish Jugosllavisë, qoftë në Universitetet Arabe dhe Islame, jo Arabe. Siç është Malezia, Brunei, Pakistani, madje kemi që kanë studiuar në Pakistan, në Sudan, në Egjip, në Irak, në Siri, Turqi, dhe kanë dalë kuadra shumë të përgatitura dhe kanë arritur titull të ndryshëm, shumë ka tati që janë doktor shkencash, masters, po tash nuk është pa diskutueshme ky titull, dhe është arritur në shumica atyre që kanë krye dhe kanë zgjedhur në jetën e tyre profile të ndryshme për të shërbyer. Shumë prej tyre kanë shërbyer në arsim, madje ka prej tyre që kanë shërbyer në Universitetin e Prishtinës deri në nivel akademik, edhe në jurisprudencë, edhe në Fakultetin e Studimeve Orientale, ose filologjik në Universitetin e Prishtinës. Ka pas njerëz edhe vazhdon të ketë njerëz në politikë që kanë kryer medresen, të ketë udhëheqës të komunave, të ketë pa dash me përmend me emra se ka shumë emra dhe mund të hinë hak dikuj deputet. Unë them që Medreseja Alaudin fëmijëve moshës së shkollimit të mesëm ju ofron më të mirën dhe më të drejtën dhe më të pastërtën në fushën e arsimit dhe edukimit në Kosovë. Prandaj apeloj dhe ftoj të gjithë ata që duan që fëmijët e tyre të edukohen dhe arsimohen në këtë frym ta zgjidhin medresen. Medreseja është në vend unik, që nuk ka të ngjashme në rajon dhe e njohur në nivel të shtetit. Dhurata më e mirë që është dhënë këtij populli për të ruajtur identitetin fetar dhe kombëtar në shekullin 20 është Medreseja Alaudin, e cila përmes kuadrave të dalura nga kjo medrese në fakt ka ruajtur qenien tonë fetare dhe kombëtare. Jo vetëm ka ruajtur, por ka rritur edhe më shumë ndjenjen e të qenit besimtar dhe të qenit një shqiptar i devotshëm musliman në trojet tona. Por jo vetëm në Kosovë, dhe në trojet shqiptare, po edhe më që. Gjithnjë krenohemi me nxënësit tanë të cilët janë diplomuar nga kjo paralele. Tashmë numri i tyre deri në momentin në cilin po flasim, numri të diplomuarve nga themelimi deri në këtë vit është 1493 nxënës të diplomuar, djem e vajza, dhe sigurisht një pjesë bukur e madhe e tyre kanë treguar sukses
janë avancuar dhe punësuar dhe japin kontributin e tyre edhe në Bashkësinë Islame, edhe në gjitha institucionet tjera. Kemi prodekan të Fakultetit të Inxhinierisë në Prishtinë, pastaj imam në fush në polici, në FSK, në mjekësi, profesor fakultetesh. Pra, me një fjalë, nuk ka fush në të cilën nuk kemi edhe nxënës tanë, përveç që japin kontributin këtu në vend, po ashtu edhe në mërgat një pjesë e tyre vazhdojnë të japin kontributin e tyre. Në librin e të diplomuarve, deri në momentin, në këtë vitin e fundit që flasim, kemi 647 nxënëse, të cilët kanë diplomu, kanë përfundu medresen Alaudin Paralela në Gjilan dhe të cilët janë shpërndarë në profesione të ndryshme, nga ku ne dëgjojmë për çdo ditë storje suksesi nga ta, performancë të jashtëzakonshme në punën dhe profesionet e tyre të cilat i kanë zgjedhur. Aktualisht i kemi 6 paralele, domethënë janë 3 paralele me djemë dhe 3 paralele me vajza. Të gjithë kanë numër të konsiderueshëm të nxënësve brenda klasës, funksionojnë mirë, ka kujdes të jashtëzakonshëm të stafit, të drejtorisë në mënyrë që gjithçka që synohet me kurrikulën e arsimit të realizohet në përfitmëri. Fatmirësisht, nxënësit e tanë, edhe duke qenë në statusin e nxënësve aktual në shkollë, mirë po edhe pas përfundimit të tyre, kanë dëshmu suksesit të jashtëzakonshme. Gjatë fazës sa kanë qenë nxënës, nuk mund t'i numëroj në numër të saktë, mirë po ka pas mjaft nxënës të cilët çdo herë kur kanë marrë pjesë në përgara, si komunale, si qendrore, kanë arritur të zënë vendet e para dhe të dëshmojnë që një medresant qëndron fuqishëm në frontin e kërkimit të dijes si vlera më e madhe të cilën edhe Zoti Madhreshëm na i ka porosit. Pastaj pas përfundimit të medresesë Alaudin zakonshëm nxënësit çdo profesion që zgjedhin arrin majat e suksesit, sepse sistemi funksionimit brenda medresës krijon një individ që duhet të e disiplinon një individ që për të arritur suksesin duhet mund sakrificë për kushtim jashtëzakonshëm, po edhe disiplinë hekur. Jeta në medresen Alaudin është një kombinim i dijes, përkushtimit dhe disiplinës. Brenda ambienteve të saj, çdo ditë është një udhtim që fillon herët në mëngjes dhe përfundon me ndjenjen e përgjegjësisë dhe mirënjohjes për mundësinë e të mësuarit. Nxënësit këto, përveç mësimit, zhvillojnë aktivitete kulturore dhe rriten si individ të përgjegjshëm për jetën dhe shërbimin ndaj shoqërisë. Ajo që e gjenta sa erdha në medrese, ishte mirësia dhe afërsia e stafit të medreses ndaj nxënësve. Ajo të bënte të ndihesh si në një familje të dytë dhe të largonte edhe atë mërzinë që kishte njeriu pasi që ndahej nga familja. Po ashtu edhe sistemi i konviktit apo rregulli i konviktor më bëri përshtypje se çdo gjë ishte planifikuar, çdo moment ishte i caktuar dhe kishe hapësirë që nëse don të arrish diçka, arrit me sistem dhe me organizim të veçantë. Një ditë tipike në medresen Alaudin shkon së pari me faljen e namazit të sabahut, ku bashkërisht gjithë nxënësit konviktor, bashkë me edukatorin përgjegjës, falin namazin e sabahut dhe më pas disa nxënës merren me mësimet e tyre, disa pushojnë deri në kohën e mësimit. Në orën 7:30 fillon mësimi obligativ dhe ne fillojmë të mësojmë për 7 orë mësimore, ku në orën 1:20 përfundon mësimi. Pas mësimit bashkërisht gjithë nxënësit e falim namazin e drekës dhe më njëherë pas namazit të drekës jemi të lirë nëse dojmë të hajmë ushqim në bufetin e medresesë, nëse dojmë të vazhdojmë në punët dhe obligimet tona, në angazhime të ndryshme, deri në orët e caktuara për konviktorët. Jemi të lirë deri në orën 6 në mbrëmje për të dalur, për të kaluar kohë në sallat sportive dhe mëtej. Në orën 7 në mbrëmje kemi darkën dhe pas darkës kemi 1 orë gjysmë studim, ku secili nxënës përpjeket që të përvetsoj ato që ka mësuar gjatë ditës apo don që të mësoj diçka të re e të tjera. Më pas studimit
falemi namazin dhe pastaj është orari edhe i gjumit. Të jesh një nxënës në këtë kohë është privilegj, mirë po është edhe sfidë. Ndër sfidat që kanë vrejtur më shumë që na pengojnë është mos menaxhimi i kohës në mënyrë të duhur. Tek menaxhimi i kohës ne po e shohim se po kemi ngecje në aspektin teknologjik, pasi që arritja e madhe e teknologjisë, informacioni kudo, njeriu po është më i shpërqendruar dhe mundësia për të mos qenë në fokus po është shumë më e madhe. Një sfidë tjetër që e shohim tek nxënësit është edhe ruajtja e identitetit dhe vlerat në një shoqëri ku ato shpesh relativizohen. Në medresen Alaudin, falë Zotit, kemi munduar maksimalisht që të ruajmë këto vlera dhe identitetin ton dhe të kemi qëndrime dhe vlera dhe parime secili nxënës. Të jesh pjesë e medreses nuk do të thotë të jesh vetëm nxënës, do të thotë të mbash një trashëgimi, të jesh hallkë në një zinxhir që vazhdon. Medresia Alaudin ka ndikuar jashtëzakonisht në formimin tim si person në aspektin arsimor fetar, mirë po edhe në atë personal apo njerëzor. Me jetesën në konvikt dhe bashkërisht me shkollën dhe rregullin disiplinor që mbahet në këtë shkollë, kam filluar që të kem një lloj etike më të mirë dhe një përgjegjësi më të madhe, pasi në këtë shkollë mbahen në rregullat morale, vlerat dhe çdo gjë cila i duhet individit që të marrë përgjegjësi dhe të marrë vendime për të ardhmen e tij. Kjo më ka ndihmuar shumë në vendimarrje dhe në arritje për të qenë më i hapur me njerëzit dhe për të krijuar bindje dhe qëndrime të mia të pavarura dhe të denja për të qenurit social, të qenurit i organizuar e të tjera. Kam dëshirë dhe kam ëndër që të bëhem një thirrës në rrugën e Allahut, jo vetëm me fjalë, por edhe me sjellje, me vepra, që të mund të ndikoj tek njerëzit me butësi dhe të ndikojnë në zemrat e tyre që të fitojnë vlerat e vërteta. E ndjej veten sikurse një hallkë në një zinxhir të arit, ku njeriu duhet të jetë më të mirën për trashëgiminë e saj, pasi është një institucion i dëshmuar, jo vetëm një rrugë e mirë, por është dëshmuar me breza të tërë për vjemësinë e saj për të mirat dhe vlerat e morale, tradicionale dhe vlerat kombëtare që i ka përshkruar ky institucion. Në mesin e nxënësve të medreses Alaudin, ka zëra që përfaqësojnë të gjithë ata. Një prej tyre është edhe kryetarja e shkollës, e cila me përgjegjësi dhe përkushtim dëgjon nevojat e bashkëmoshatarëve të saj dhe mundohet të forcojë bashkëpunimin mes tyre dhe udhëheqjes së shkollës. Ajo është shembull i një leadershipi të ri që rritet brenda ambienteve të medresesë. Si kryetare e medresës, unë kam përgjegjësi të ndryshme për nxënësit, përfaqësoj zërin e tyre, mendimet e tyre përballë stafit edhe drejtorisë së shkollës. Mundohem që gjithmonë me rrit bashkëpunimin mes nxënësve edhe që ata më ndihmë në vend pozitiv, motivues edhe të sigurt në medresa. Çdo rrugtim ka edhe sfida, njëjtë edhe rrugtimi për kryetarët e shkollës ka pas sfidat e veta, ku njëra prej sfidave unë mendoj që ka qenë që me gjetë një zgjidhje të barabartë për gjithë edhe me përfaqësu mendimin e krejtëve, por gjithmonë përmes komunikimit na kena gjetë një mirëkuptim mes vete. Jam aktivisht e angazhuar në për aktivitete dhe trajnime të ndryshme jashtë kurikulare, përmes cilave do të thotë edhe kam fituar aftësi të ndryshme. Përveç kësaj, më ndihmoj gjithmonë në organizimin e aktiviteteve, ngjarjeve të cilat ne i marrim këtu në shkollë. Pre aktiviteteve të fundit që kemi pas, tash vonë ka qenë edhe panajiri shkencor, ku nxënësit kanë pas punë ekipore, kanë shpreh talentet e tyre në shkenca, kanë shfaq eksperimente të ndryshme. Gjithashtu kemi pas edhe vizitorë të ndryshëm prej shkollave tjera si Sami Frashëri, Ahmet Gashi, Marifi e shumë shkolla tjera. Përveç panajirit shkencor, kemi pas edhe programe të ndryshme festive, sikur 17 shkurti, 28 nëntori, dita e ndërkombëtare gjuhës arabe, ose edhe fillimin e Ramazanit i kemi bërë një program të shkurt. Me gjitha këto, neve na kanë marrë kohë, energji dhe kena bashkëpunuar me nxënësat duke munduar që me i realizuar ato sa më mirë.
Këto neve na kanë ndihmuar shumë edhe profesoreshat, drejtoria, cilë gjithmonë na kanë përkrahur dhe na kanë jep idetë e tyre. Përmes parlamentit të nxënësve, të formuar si pjesë e jetës aktive në shkollë, nxënësit kanë mundësi të marrin përgjegjësi, të shprehin mendimet e tyre dhe të kontribojnë në organizimin e aktiviteteve arsimore, kulturore dhe humane. Ky është një hap i rëndësishëm drejt zhvillimit personal dhe ndërtimit të aftësive udhëheqëse. Një prej arritjeve më të mëdha që konsideroj gjatë mandatit tim si kryetare është funksionalizimi i parlamentit nxënësve, ku është viti i parë që është zgjedhur kryetaria me vota të nxënësve, pra një kryetare me qenë për dy gjinitë dhe për vajza dhe për djem. Në parlament nxënësit gjithmonë i shprehin idetë e tyre për përmirësimin e shkollës, kërkesat, apo dhe gjithçka tjetër. Parlamenti përbëhet prej deputetëve dhe komisioneve të ndryshme, komisioneve të disiplinës, të mjedisit, shëndetit, redaksisë, shumë të tjera, ku në këtë radhë hynë edhe kryesit e klasave. Për çdo klasë janë 4 ose 5 nxënës. Parlamenti përbëhet edhe prej nënkryetarët, sekretarës dhe sekretarit. Nxënësit përveç që e kanë kuptuar se strukturën e parlamentit, i kanë shprehur mendimet e tyre, ata njëjtën ku kanë marrë role edhe kanë kuptuar pak a shumë edhe ndjenjen e përgjegjësisë. Unë i kisha këshilluar të gjitha vajzat që dëshirojnë me marrë rol udhëheqje në institucione të ndryshme, që me pas fillimisht besim në vete, që me zhvillu aftësitë e tyre që i kanë, mos më ndalë, mos më udhërzu pavarësisht sfidave që i hasin jetë dhe gjithmonë me kërku atë që meritojnë. Gjatë më shumë se 7 dekadave të ekzistimit të saj, Medreseja Alaudin ka kaluar në për periudha të ndryshme, por asnjëherë nuk e ka ndalur misionin e saj. Që nga vitet e hershme të themelimit, ajo ka qenë pjesë e proceseve të rëndësishme shoqërore dhe kombëtare, duke dhënë kontribut për arsimin, kulturën dhe përpjekjet për liri e përparim në vend. Sot, Medreseja Alaudin është një ndër shkollat më të mira në vend, me kushtet më bashkohore. Brezat që kanë dalë prej saj vazhdojnë të japin kontribut në institucione, në jetën publike dhe në shërbim ndaj komunitetit. Mbi të gjitha, Medreseja Alaudin mbetet një simbol i qëndrueshmërisë dhe i përkushtimit ndaj dijes, fesë dhe atdheut.